Ambasadori i Turqisë në Tiranë, Tayyar Kagan Atay, të mërkurën ja kushtoi takimeve në Universitetin Luiç Gurakuçi të Shkodrës në pritjen e rezervuar nga rektori i këtij universiteti, Tonin Xhuraj, u diskutua për bashkëpunimin akademik me Universitetin e Turqisë. Më pas u zhvillua edhe një konferencë mbi albumin me fotografi që datojnë që nga shekulli i 19 të ruajtura në arkiven e Pallatit Yildiz të ish perandorisë osmane, ku përfshihen dhe foto të Shkodrës dhe Shqipërisë në tërësi. Disa prej tyre u ekspozuan në këtë rast. Ambasadori Tayyar Kagan Atay dhe rektori Xhuraj u shprehën. Arnavutluğun en güzel ve en kadim Ndjej një kënaqësi të veçantë të gjendem në Shkodër, në qytetin e moçëm dhe të jashtëzakonshëm. Sot do të inaugurojmë çeljen e ekspozitës fotografike, e cila dokumenton pamje të rralla të qytetit të Shkodrës si një komponent i tregues i historisë sonë së përbashkët. Turqia dhe Shqipëria janë dy shtete të pavarura, anëtare të NATO-s, bashkëpunëtore në njëra tjetrën. Ne e shohim të rëndësishëm të hershmen tonë të përbashkët që do të vyej patjetër në të ardhmen tonë të përbashkët. Në zyrën time pak më parë biseduam me ambasadorin Atay për mundësinë e zgjerimit dhe të thënimit të bashkëpunimit midis institucioneve të arsimit lartë, nga Universitetet të Shkodrës dhe universiteteve turke. Tashmë është një fakt i njohur që në dekadat e fundit ka një progres të jashtëzakonshëm të universiteteve turke. Turqia është një vend antar e OECD-s me universitete cilësore dhe jo vetëm departamenti jonë i historisë, por besoj edhe departamentet e tjera ka mundësi të eksplorojnë rrugë bashkëpunimi sa i takon historisë, arkeologjisë, pse arkivave sidomos e kështu me radhë që të ndriçojmë në mënyrë sa më objektive dhe sa më realiste të kaluarën. Më pas një grup pedagogësh nga Turqia komentuan mbi arkiven në fotografi të Pallatit Yildiz, i cili përmban mbi 37.000 fotografi dhe 920 albume me foto që datojnë pas vitit 1830. Disa prej këtyre albumeve përfshin fotografi të Shqipërisë. Shqipëria dhe Shkodra, të cilët përbërnin një nga portat e hapura të perandorisë osmane drejt perëndimit, kanë patur një pozicion strategjik dhe kanë qenë qendra me rëndësi politike, ushtarake dhe kulturoro-ekonomike gjatë periudhës së perandorisë. Struktura shoqërore dhe hapësinore shumë shtresore e këtij qyteti, në cilin gjatë historisë kanë jetuar së bashku komunitete të ndryshme etnike dhe fetare, paraqitet qartë në pamjet e koleksionit fotografik të Pallatit Yildiz. Fotografitë në koleksion nuk dokumentojnë vetëm panoramën e qytetit, ato gjithashtu transmetojnë si një dëshmi historike ndjenjën e përkatësisë të osmanëve ndaj Shqipërisë, kujdesin e tyre dhe konceptin e tyre të qytetërimit. Prerja e shëritit të ekspozitës shënoi dhe hapjen zyrtare të një ekspozite me 10 fotografi nga qyteti të Shkodrës që i përkasin shekullit të 19, të publikuar për herë të parë. Kjo ekspozitë nga dita e njëjtë e 11 dhjetor do të qëndrojë hapur për disa ditë në qendrën Yunus Emre.